Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, në derset e kaluara kemi fol rreth çështjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me aplikimin e shenjave të kiametit në realitetin objektiv. Në dersin e sotëm dhe në dersin e ardhshëm me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim për një çështje po ashtu të rëndësishme. E kjo çështje ka të bëjë me rregullat të cilat i kanë përcaktuar dietarët dhe të cilat duhet gjithsesi të respektohen për me u apliku në realitetin objektiv sa i përket teksteve të cilat kanë ardhur nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai i cili nuk e respekton këto rregulla, shumë lehtë ka mundësi me huq çështjeve dhe me deviju në aplikim. Bila edhe më shkaktu gjakderdhje në shoqëri të ndryshme tek muslimanët, qysh kanë ndodhur ato gjakderdhje dhe pe aty në të fundit që kanë ndodhur ka qenë ai rasti i Mekës. Pra, kemi të bëjmë me rregulla dhe parime të cilat i kanë përcaktuar dietarët dhe të cilat duhet gjithsesi të respektohen. Rregulla e parë është se fillimisht bëj një farë hyrje. Ne në fe e kemi disa burime nga të cilat nëpërmjet të cilave e marrim fen. Këto burime kryesore janë Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në usul fiqh përmend edhe disa burime të tjera, sikurse ijma'i konsenzusi, po ijma'i konsenzusi në të vërtetë është i mbështetur në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të gjithsesi ekzistojë një tekst nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ky ijma i dietare të jetë valid. Po ashtu edhe qiyasi, analogjia, sidomos qiyasi sa i përket çështjeve, domethënë dispozitave fetare, po ashtu është i mbështetur në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nëse nuk ekziston fillimisht teksti nga Kurani dhe Suneti, atëherë nuk është i vlefshëm qiyasi, analogjia. Edhe këtu në çështjet e shenjave të kiametit, burimet kryesore janë Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është nimet i Allahut azza wa jall që Allah azza wa jall na ka lënë këto dy burime. Çështja e burimeve nga të cilat merret feja dhe ku mbështeten njerëzit është çështje shumë e rëndësishme. Për këtë arsye shumë njerëz kanë deviju pikërisht për shkak të mosqartësisë së këtyre burimeve. Për shembull, disa prej njerëzve kanë edhe burime shtesë. Për shembull, disa kanë burime ata që quhet mendje, domethënë mbështeten në mendje shumë, duke vendosur mendjen para teksteve. Disa për njerëzve mbështeten për shembull në israeliate dhe kjo do të vjen pikërisht në këtë pikë, domethënë të shenjave të kiametit. Disa mbështeten në lexime të ndryshme, disa në falle dhe astrologji e kështu me radhë. Po ajo rregulla pra kryesore se ne kur flasim për shenjat e kiametit, edhe kur dëshiron dikush me apliku tekstet fetare, atëherë duhet fillimisht me ditë se ku mbështetemi na nëse dëshirojmë me ditë se një shenjë a është prej shenjave të kiametit, a është prej apo nuk është prej shenjave të kiametit. Pra kemi dy burime kryesore. Njerëzit e tjerë, konspiracionistët, edhe dikush që ka fol rreth shenjave të kiametit, edhe flet për Mehdin, flet për çështje të ndryshme, ata kanë burime të ndryshme. Për këtyre burimeve që i kanë ata dhe që janë mbështet më të madhe në to, pika e parë ose burimi i parë që e kanë ata janë israeliatët. Çfarë do të thonë israeliatët? Do të thonë tregimet e ndryshme që janë përcjell nga Benu Israilt, qoftë në Teurat, qoftë në Zebur, qoftë në Injil, apo në përgjithësi. Do të thonë ku përmenden aty ngjarje nga Benu Israilt, nga itharët e librit. Dhe këta, të cilët kanë fol, një pjesë e madhe njerëzve që kanë fol për shenjat e kiametit, pikërisht janë bazuar ose më të madhe janë mbështet në israeliate. Dhe duke mbështet më të madhe në israeliate, i kanë marrë për bazë ato
dhe nga njëherë kanë gatruar, kanë përzi me Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në fund janë ardhur me një konkluz se ka ardhur koha e shfaqjes së filan ngjarjes apo nuk ka ardhur koha. Mas disa viteve do të ndodhin ngjarje caktuar apo nuk do të ndodhë ajo ngjarje caktuar. Pra mbështet me të madhe në në israeliate. Cili është qëndrimi e Ahlus Sunnetit sa i përket israeliateve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka treguar në hadithe se çfarë qëndrimi do të me pas ndaj këtyre israeliateve. Dhe dietar duke mbështet në këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë thënë se israeliatët, pra ato tregime që kanë ardhur prej Beni Israilve, pa në përgjithësi, që flasin për të kaluarën, po edhe që flasin për të ardhmen. Këto çështjet e israeliatëve i kanë kategorizuar në 3 kategori. Kategoria e parë, israeliate tregime që janë përcjell nga Beni Israil, e zakonisht ato përcjellen pa sened ose me senede shumë të dobta ose me senede të shpifura. Se dihet se Beni Israil nuk kanë senede. Nuk kanë vargje të transmetuesve. Nuk e dihet. Nuk mundë me qu deri te Isaia alayhi salam ose tek Musa alayhi salam. Se është një periudhë shumë e gjatë. Pra nuk kanë senede. Mirë, këto që janë përcjell, edhe vetë Biblia dhe vetë, domethënë çështje të ndryshme të Tevratit që janë përcjell zakonisht nga njerëz të panjohur. Mirë, kategoria e parë tham kur përcjellet një tregim ose në këtë rastin konkret, kur flet ndonjë Israel, domethënë diçka që ka është transmetuar nga Beni Israil, i cili flet për të ardhmen, se ka menduar kështu, lufta e Armagedonit, për shembull, ose luftat e ndryshme që kanë mi paraprit ditës së Kiametit. Këtu kategoria e parë, kanë thënë dietat, janë që janë përcjell këtu dhe në fen ton ka përputhje me këto tregime ose me këto që flasin për të ardhmen. Atëherë ne mbështetemi tek Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi nevojë më mbështet tek ata, se na mjafton Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po lejohet që me përmend në mënyrë që me tregu se ka ardhur kështu edhe për shembull në Tevrat, në Bibël, në tregime të ndryshme nga israeliatët. Për me tregu se domethënë burimi është i njëjtë. Dhe kjo është ajo që ka mbetur prej atyne vërtetësisë së teksteve të kaluara. Kjo është e para, kategoria e parë. Kategoria e dytë e israeliatëve është kur ka ardhur diçka nga këto tregime apo paralajmërime për të ardhmen, mirë po në fen ton ka ardhur se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Është gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Prandaj ne përsëri mbështetemi në tekstet e tona në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe themi ajo që ka ardhur nga ata është e pavlefshme, nuk është e vërtetë, duhet më refuzu. Për arsye se ka ardhur e kundërta në fen ton. Ka ardhur hadithet që e vërtetojnë të kundërtën e tyre. Prandaj ne mbështetemi në tekstet e tona. Dhe kategoria e tretë është kur kanë ardhur disa tregime ose paralajmërime për të ardhmen, mirë po në fen ton nuk ka ardhur as vërtetimi, as përgënjeshtrimi. S'ka ardhur që janë të sakta apo nuk janë të sakta. Ka hesht. Domethënë kanë hesht hadithet e pejgamberit alayhis salam ose edhe ajetet kuranore kanë hesht ndaj detajeve të tilla ose ndaj profecive të tilla që janë përmendur nga Benu Israil. Atëherë, cili është qëndrimi sa i përket kësaj kategorisë të tretë? Ka ardhur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë hadithu an Beni Israil wala haraj. Tregoni, ju lejohet juve me transmetu nga Beni Israilt, edhe nuk ka problem në këtë. Në një hadith tjetër, në një transmetim ka ardhur la tukadhibuhum wala tusaddiquhum. Mos i përgënjeshtoni ato lajme, as mos i konsideroni si lajme të vërteta. Pra, kategoria e tretë është se na lejohet me i transmetu ato dhe themi se ato, Allah alem, a janë të sakta apo jo. Në fin tonë nuk ka ardhur as përgënjeshtimi tyne, e as saktësimi tyne, vërtetimi tyre.
Nuk ka ardhur në fenë tonë kur gjë. Njerëzit që kanë folë edhe flasin për ditën e Kiametit, qoftë në shkrime, qoftë edhe kur dalin në emisione televizive ose dalin në internet e flasin me të madhe se ka ardhur ngjarja, është tash koha e kësaj dhe asaj. Këta nuk e kanë parasysh këtë kategorizim. Nuk e kanë parasysh. Pse? Parasysh se ata i marrin ato si të vërteta në esencë. I marrin si të vërteta dhe mbështeten në to. Mbështeten në to. Thonë disa prej tyre kanë shkuar në ekstrem, thotë kanë vështruar disa prej hadithe të pejgamberit alayhis salam dhe masane u kthy atje në për tekstet e Tevratit, të Biblës e kështu me radhë, domethënë dhe kam gjetë atje disa pejgjërave dhe kjo është i ka bë bashkë. Domethënë ai ka marrë ato si të vërtetë, ose dikush tjetër për shembull pikërisht atje domethënë u mbështet. Pra problemi qëndron tek mbështetja. Neve na është leju me i transmetu ato, po as me i përgënjeshtru, as me i konsideru se sakta. Dërsa ata konsiderojnë se me të vërtet ka ardhur filan ngjarja, koha filan ngjarjes, për arsye se duke mbështetur këto israeliate. E kjo është në kundërshtim me ato që kanë thonë dietarët dhe që ka ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë la tusaddiquhum la tukadibuhum. Mos i konsideroni as sakta as jo të sakta. Ka mundësi me mos me kon. Mirë po, s'do më thonë kjo më mbështet na dhe me konsideru të sakta dhe me thonë ka ardhur koha edhe kështu me radhë. Pra, çështja e parë, sa i përket burimeve që na duhet më mbështet kur flasim për çështjet e ditës së Kiametit, cilat janë ato burimet kryesore janë Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket israeliateve, është qartësuar. Nuk bën më mbështet edhe me mbarë si, domethënë të sakta. Lejohet me transmetu, mirë po ju më mbështet edhe nga njëherë në qoftë se ekziston rreziku për shembull i disa çështjeve kur ti paraqit se ka ardhur nga Beni Israil edhe njerëzit nuk mundën me kuptu që kjo që po flet ti është saktë, ti për shembull ndoshta nuk e qartëson ose dikush nuk e qartëson që lejohet me transmetu, po jo më i marr si domethënë si të bazume edhe si të vërteta, atëherë mund më ngatrua dhe më pështjell çështja, atëherë më mirë mos i transmetosi, më mirë mos i përmend. Më mirë mos i përmend. Kjo është çështja, domethënë sa i përket israeliatëve. Domethënë një pjesë e madhe e njerëzve që flasin për shëndet e Kiametit, sidomos kur flasin për luftën e Armagedonit, domethënë luftën që ka ndodhur mes të muslimanëve dhe jo muslimanëve në domethënë lindjen e mesme, atëherë mbështeten në këto israeliate. Dhe ne nuk bëm më mbështet. Domethënë sipas metodologjisë e Sunetit dhe muslimanëve është ky është qëndrimi ndaj këtyre israeliateve. Çështja e dytë ka të bëjë me astrologjinë dhe fallin. Pse me astrologjinë dhe fallin? Disa njerëz kur flasin për ngjarje që kanë më ardhur para ditës së Kiametit. Është një person i njoftën që zakonisht përmendet. Ai person nuk ka falltor ose astrolog, ndoshta ka edhe sirbaz, po ka edhe mjek. Ai është Nostradamusi. Një person Nostradamusi i cili ka vdekur në vitin 1559 ose çtu dikon, 56. Nostradamusi ka një jehudi, ka hebrej. Mirë ka mjek, po nënën tjetër ka pas disa prej parashikimeve që ka bë. Dhe njerëzit kur ndodhin tradhzirat e mëdha, luftat e mëdha, sidomos mas 11 shtatorit, domethënë njerëzit i kanë blejë më të madhe librat e parashikimeve. Në Amerikë, sidomos në Amerikën Latine, kanë blejë më të madhe librat e parashikimeve, sidomos këtina personit. Kjo kon falltar tam, astrolog, po kon garant kon edhe në farë sirbazi, me rëndësi që ka pas bashkëpunim me gjin. Këtina ju kanë vesh shumë për parashikimeve. Thuhet kështu se ka parashiku luftën e parë botërore, dytë botërore, kështu me radhë, të gjitha janë veshje, anë vërtet nuk janë sakta. Një pjesë e njerëzve që flasin mbështeten tek këta falltorët, sidomos te ky personi që ka emrin Nostradamus, ose dikush tjetër për shembull te plaka, Baba Vanga që përmendet, domethënë është njerëz të ndryshëm falltor që promovuan se e ka parashiku këta, ka parashiku filan luftën, filan ngjarjen e kështu me radhë. Islami ka qëndrimin e qartë sa i përket leximit të këtyne edhe mbështetjes së këta.
se këta janë faltar, astrolog. Çfarë është dallimi mes të falltarit dhe astrologit? Falltari parashikon të ardhmen nëpërmjet mënyrave të ndryshme, duke shikuar për shembull duke e shikuar filxhanin e kafës ose duke i vendos durt në mbi ata topat edhe për me këshir ose dikush tjetër për shembull nëpërmjet vizave të dorës, në lloje të ndryshme të parashikimit të së ardhmes. E këta falltarët janë dy lloje. Falltarë cilët janë rënacaka, po s'kan bashkëpunim me gjin. Ata flasin në bazë të hamendjes së tyre. Zakonisht mundën me aqillu ose mundën me fol për çështje të cilat janë për shembull filani vet se filan personi është i smur. Ai mundet me aqillu kajherë për arsye se thot po filani ka me vdek. Ai më vërtet ose ka me vdek ose s'ka me vdek. Ose filan festeku për shembull, o shku atje, a ka më kthy, a s'e ka më kthy, a s'ka më kthy. Edhe këta falltorët në çfarë farë mënyre i mashtrojnë njerëzit. Edhe Khatib el-Baghdadi e ka një fjalë të tij në cilën tregon atë anën psikologjike pse njerëzit mbështeten tek këta falltarët. Thot, këta falltarët nganjëherë mundën me aqillu zakonisht kur flasin për këto çështje që ose mundet me konë ose s'mundet me konë, ose mundet me ndodhë ose s'mundet me ndodhë, ose është i smur ose s'është i smur, ose ka me vdekje ose s'ka me vdekje, ngjarje të tilla. Njerëzit edhe fëmijët edhe njerëzit e thjesht mundën me aqillu nganjëherë. Mirë po thot, ajo ana psikologjike është se zakonisht njerëzit i mojnë mend kur ja kanë qellu, jo ato gabimet e tyne. A keni pa dikon i cili thot filan astrolog ose filan falltari për shembull nuk e ka qellu këto. Gjithmonë vetëm i përmendin ato ku e ka qellu. Ndërsa aty ku nuk ka qellu, ato janë shumë më shumë, mirë po nuk përmenden. Se njerëzit janë prirur me besu që aty edhe sepse janë interesant. Do të thonë pas ka qellu nganjëherë. Pra, Khatib el-Baghdadi tregon pse njerëzit ju besojnë. Se shumicën këta gënjejnë. Mirë, po njerëzit janë prirur vetëm këtë anën pozitive ose anën kur e kanë qellu me besu. E këta falltarë tam janë dy lloje, është një lloj në të cilin domethënë s'ka bashkëpunim me gjin, po një lloj tjetër i falltarëve ka bashkëpunim me gjin. Astrologu është ai i cili i shikon yjet, lëvizjen e yjeve dhe në bazë të atyne atëra arrin me arrit me sipas tina parashikimit të ardhmës në bazë të lëvizjeve të yjeve. Në bazë të lëvizjeve të yjeve dhe të planeteve, parashikimin e bën parashikimin e të ardhmës për njerëzit e ndryshëm. Këtë dhe qëndrimi pra i fesë është i qartë, hadithet janë të qarta, se nuk bën me shku edhe vetëm me pyet. Men ata arrafen fas'alahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 lejla. Ai cili shkon te falltari dhe i pyet për diçka, atëherë nuk i pranohet namazi i tij në 40 ditë. Domethënë vetëm i pyet për kuriozitet, për kuriozitet, nuk i pranohet namazi i tij 40 ditë. Ndërsa ai i cili shkon dhe i pyet, atëherë ka një hadith faqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ai ka bu kufër në ato që ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, një pjesë e njerëzve që flasin për shenjat e kiametit dhe për aplikimin e ngjarjeve ose teksteve të ndryshme, ose flasin përgjithësi se ka ardhur koha e filan luftës, filan ngjarjes, një pjesë e tyre bazohen te këta falltarë, te këta të cilët janë astrologë ose falltarë ose sihirbazë. Mesin e këtyre përmendëm ky personi i cili është shumë i njoftën dhe librat nganjëherë që i veshën atina se i ka parashiku janë bestsellera. Domethënë kjo ka të bëjë me burimet, ku mbështeten njerëzit dhe ku na mbështetemi. Musliman ku duhet të mbështeten Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush mbështetet në israilate, dikush tham mbështetet në fall ose në astrologji. Shkon te falltarët ose te astrologët. Një burim tjetër është i këtyre ngjarjeve janë ëndrat. Ëndrat ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se janë 3 lloje. Një lloj ëndrave janë që janë nga Allahu azza wa jall. Dhe sa më afër që është dita e kiametit dhe njeriu sa më i sinqert që të jetë, atëherë mundësia për me aqellu
edhe me kon ëndër e vërtetë është shumë e madhe. Nëse njeriu është i mirë, i devotshëm, është i sinqert, atëra ëndra e tij shpesh herë, domethënë mund me kon e vërtetë. Është nga ana e Allahut azza xal. Mirë po është një lloj ëndrash tjera që vijnë nga shejtani për me friksu njeriu, për me ja ngatruar çështën e tij. Edhe një lloj tjetër i cili vjen nga vetvetja, nga preokupimi që bën gjatë ditës. Pra jo çdo herë ëndra mund me kon e vërtetë. Jo çdo herë ëndra mund me kon e vërtetë. Pra ëndra nganjëherë mund me kon nga ana e Allahut azza xal. Ku me dalluna që a është nga Allahu apo nga shejtani. Tash kjo është një çështje tjetër serioze. Me thonë, çështja e ëndrave më së pari është nga Allahu azza xal. E dyta, në qoftë se vërtetohet se është nga Allahu azza xal, atëherë ajo ëndër në qoftë se ju kallëzohet dikujna, edhe e interpreton ai atë ëndër. Atëherë ai cili e interpreton që e ka treguar atë ëndër, ky person mundet me i harru shumë detaje të cilat kanë ndikim në interpretimin e ëndrës. Dhe ai i cili e interpreton me kon interpretuesi më i mirë, mundet me ja huq, mundet me mos me qellu, se ka harru disa detaje që ndikojnë tek interpretimi i ëndrave. Shto asaj se një pjesë e madhe njerëzve që flasin për shenjat e kiametit dhe të cilët mbështeten në ëndra, këta njerëz në esencë gënjejnë. Për këtë arsye ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është gjuna e madhe me rrejt, me thonë kam pa filan ëndrën, ose kam pa filan ëndrën në vërtet nuk e ke pa. Është gjuna e madhe. Dhe një pjesë e madhe që këtyne që mbështeten në ëndra, thonë se kam pa ëndra ose filan festeke ka pa ëndrën, në vërtet janë gënjeshtra, janë rrana. Po mirë, ekziston edhe rreziku tjetër, është që krejt me kon këto në rregull. Me thonë ëndra me kon nga ana e Allahut azza wa jall, krejt detajet me përmend, mos me gënjy. Mirë po problemi qëndron te interpretuesi. Dhe në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka leju Ebu Bekrit radiallahu anhu me komentu ëndrën në prezencën e tij. Njëri ka pa një ëndër, ka komentu Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ka thonë ja Rasulullah ja kam qellu, ka thonë dikun ja ke qellu, dikun nuk e ke qellu. Dhe më thonë edhe interpretuesi mundet me gabu. Mundet me gabu në interpretimin e ëndrës. Po hajtë që edhe interpretuesi e ja qelloj. A do të më marrë bazë ëndra dhe në qoftë se vjen në kundërshtim me tekstet fetare, a merret për bazë? Jo, nuk merret për bazë. Ëndrat janë vetëm për gëzime. Ëndrat janë vetëm për gëzime. Dhe në qoftë se te kalohet kjo kufi që është për gëzim dhe merret për bazë, atëherë mundet me shkaktu gjardëdhe të mëdha. Dhe në atë ngjarjen e haremit që e kemi përmend më herët, në fitnën e Gjuhajmanit, pse ka ndodhur kjo fitnë? Këta njerëz, kush kthehet në histori edhe kush e din se kush janë këta njerëz kanë pas dije, kanë pas lexim të haditheve, kanë qenë njerëz që nuk kanë qenë vetëm ashtu të paditur. Jo, kanë pas dije, kanë mësuar akide të dikush. Mirë po, problematika u kon te mbështetja e tyre e madhe tek ëndrat, e sidomos kur atë ëndër me të njëjtin, domethënë imazhe kanë pa njerëz të ndryshëm. Dhe kon fitnë për ta. Ju mbështet në atë ëndër dhe kanë dalë dhe kanë thonë se ka orë ku është faqes me dijet. Pra, kur mbështetet njeriu shumë në ëndra nuk është burim i njohjes. Mund me kon për gëzim, mund me kon diçka që ndihmon ty nga një herë, mirë, po jo me kon mbështetje. Nuk është burim. E ai i cili e merr për burim, atëherë çaj person ka problem edhe mundet me gabu shumë. Pra, duhet muslimani me ditë ato burimet e njohjes. Sidomos kur flasim për çështjet gajbet, për çështjet e kiametit. Kurani dhe Suneti. Jo me dalë jashtë Kuranit dhe Sunetit. Nuk merren për bazë as israeliatët, as ëndrat, as parashikimit e falltarëve, as aleikum selam wa rahmatullah, as gjërat e tjera. Këto po domethënë kjo pika e parë, që ka të bëjë me burimet e njohjes sa i përket ngjarjeve të mëdha. Çështja e dytë është më vërtetuar se çaj tekst a është i saktë apo jo. A është i saktë apo jo. Kjo është domethënë procedura e dytë. Na pedim tash që
Kurani dhe Suneti janë burime të njohës dhe burime sa përket shenjave të kiametit, paralajmërimeve, këtyne parashikimeve, luftrave, trazirave që ka ndodhur para ditës së kiametit. Tash u vërtetu e ditëm na që domethënë këto i kemi burimit, Kur'anin dhe Sunetin. Mirë. Mjafton veç kjo? Jo, nuk mjafton. Duhet me u vërtetu a janë sakta jo, se për këtë Kur'anit nuk ka problem. Saktësia e tij është e vërtetuar. Mirë, pastaj për këtë Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet gjithsesi me u vërtetu. Dhe nëse mbështetemi në hadithe të dobta ose të shpifura, atëherë kjo nëse dikush mbështetet në hadithe të dobta ose të shpifura dhe flet për ngjarjet e ditës së kiametit, ky njeri ka folur për Allahun azza wa jall para pa dije. Sepse mbështet në diçka që nuk është e saktë. Edhe është rrezik me hi në atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Men haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, ose ahadul kadhibin. Ai i cili e transmeton një hadith, i cili shihet që është hadith rran, trillim, i shpifur. Atëra ai është njëri prej të shpifur ose njëri prej gënjeshtarëve. Kështu ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka në hadithin tjetër që e kemi cituar edhe një herë më herët, domethënë para ditës së kiametit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më pas dajjalun e kadhabun, ka më pas gënjeshtar, rënacak, njerëz mashtrues, manipulues. Yuhaddithunakum min al-ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kam sjellë dhe kam përmend hadithe që nuk i keni dëgjuar ju as baballarët e juve. Që do të thotë kam përmend hadithe të shpifuna. I kanë dëgjuar dikon ose ndoshta nganjëherë edhe vetë njerëzit kanë problem edhe shpifin hadithe. Pra procedura e dytë është me kon hadithi i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se hadithet e dobta dhe hadithet e shpifura nuk merren për bazë. Sa përket kësaj pike, kemi nevojë me përmend një çështje më rëndësi. Është një libër në të cilin këta që kanë folë shumë për shenjat e kiametit i mbështet në libër. Është një libër i cili është Kitabul Fitan, nga një person i quajtur Nuaim ibn Hammad. Nuaim ibn Hammad u kon shejkhu i Bukharit, shejkhu i Imam Buhariut. Mirë po e ka përpilu këtë libër dhe për librave që mas shumëti ka hadithe rreth fitneve dhe ngjarjeve të ditës së kiametit, ose para ngjarjeve para se marrë dita e kiametit, pe shenjave të kiametit, e trazineve e kështu me radhë. Ky është i botum, libri është i botum, është me sened, mirë po një pjesë e madhe e këtyne që i ka përmend janë të pasakta, një pjesën israeliate, një pjesën hadithet shpifura, një pjesën hadithet dhaife. E njerëzit zakonisht shkojnë të ky libër dhe pa e verifiku se a është hadithi sakt apo jo, mbështeten këto. Dhe dietarët kanë folë se pe aty në metodologjisë së dietarëve është që më ta sjell ty hadithin me sened, më ta sjell hadithin me varg transmetuesit. Masa ne të këqyre, vetë dietarët konfirmoje a është hadithi sakt apo jo. Ky ka sjell me sened. Mirë po dietarët e shumë, sikurse Dhahabiu e të tjerë kanë folë për këtë libër. Për këtë arsye një pjesë e madhe e njerëzve mbështeten te ky libër se përket pra ngjarjeve. Edhe shumë për njerëzve laik që janë, njerëzve fjalën laik, domethënë që nuk kanë dije fort rreth fesë, sidomos rreth hadithit. Laik se përket hadithet e pejgamberit alayhis salam, ai vetëm i merr ashtu edhe mbështetet në to. Pra nuk kemi të drejtë me u mbështet në hadithe të dobta apo të shpifura që flasin për disa shenja të kiametit, sepse kjo ka të bëjë me çështjet e gajbit, që kanë ndodhur në të ardhmen. Dhe këto çështje të gajbit duhet dyqysh më vërtetu. Nuk mundem më vërtetu përveç se nëpërmjet shpalljes. Kjo shpallje është Kur'an ose hadith, duhet të qenë hadithi i saktë. Kjo është çështje me rëndësi sa i përket, domethënë procedurës së dytë. Domethënë që më vërtetu a është teksti i saktë apo nuk është teksti i saktë. E treta është më vërtetu rreth kuptimit të tekstit. Në koni sigurt se çaj tekst nga hadithet e pejgamberit alayhis salam ose nga jetët kuranore e ka çat kuptim i cili aludon për ngjarjen e caktuar që ka ndodhur. Përndryshe, në qoftë se dikush mbështetet në mendje ose në leximet tina ose
metodologji të shpikur rreth kuptimit të teksteve nuk pranohet kjo prej tij. Ka njerëz sot të cilët i kuptojnë hadithet çështja më mendja atyne. Nuk kanë ndonjë metodologji. Dietarët kanë përcaktuar metodologji që më kuptu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka vetëm e lënë kjo në mendjen e bazuar në mendjen e njeriu. Kjo ka metodologji të caktuar, e cila është e bazuar në rregullat e gjuhës arabe, në rregullat e usul fiqhut, në bashkimin e teksteve dhe në kuptimin e këtyre teksteve, çuçi kanë bërë, domethënë çuçi kanë kuptuar këto tekste ato gjeneratat më hershme. Domethënë kjo është çështje shumë e rëndësishme sa i përket kuptimit të tekstit. Te mundem të kon hadithe sahih, mirë po nuk është argument për çatë ngjarje që ka më ndodhur. Dikush thotë ka ardhur hadithi e pejgamberit alayhis salam, ta përmend hadithin e pejgamberit alayhis salam, ai ka kuptuar hadithin. Ka thonë se është ka ardhur koha filan ngjarjes, se çështë po thotë hadithi e pejgamberit alayhis salam, ka mundësi edhe shqip, baki përkthimi gabim është shqip. Ka mundësi edhe mirë me përkthimi, mirë po e ka një komentim, e ka një kuptim teksti. Nuk është vetëm ashtu qysh njerëzit mendojnë. Pra, do të më siguru se a ka kuptimin e saktë dhe dietarët në përgjithësi për tekstet fetare kanë vendosur metodologji. Domethënë në bazë të usul fiqh, në bazë të rregullave të gjuhës arabe. Çështja tjetër është se domethënë sa i përket aplikimit të teksteve në realitetin objektiv si rregulla që kanë përcaktuar dietarët, çështja e radhës është se tekstet duhet më kuptu në esencë, në parim, tekstet duhet më kuptu sipas kuptimit të tyre literal. Çfarë do të thonë kuptimit të tyre literal? Do të thonë në shikim të parë kur e lexon tekstin, çfarë është kuptimi kur shkon mendje, do të thonë se ka fol. Për shembull hadithet e Dejjallit, hadithet e zbritjes së Isait alayhis salam nesër para ditës së Kiametit. Ka ardhur shumë hadithe që përmendin Dejjallin e përmendin cilësitë e ndryshme. Nuk lejohet që me ardhë dikush edhe me thonë që Dejjalli nuk është për qëllim ai Dejjalli, po është për qëllim teknologjia. Ose dikush thotë është për qëllim rrenat e gënjeshtrat, manipulimet e ndryshme. Që kjo është për qëllim me fjalën Dejjall. S'ka Dejjall, person me emër Dejjall. S'ka person me emër Dejjall. Edhe pse ka ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salam, na bëna interpretim. Duhet me bëjë interpretim se nuk duhet me kuptua hadithi. Pra, në esencë, këtina i kundërvihemi pse thojmë mas pari, kanë ardhur tekstet shumëta se për këtë Dejjallit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se nuk ka pas pejgamber para tina që nuk e ka lajmëruar popullin e tina rreth Dejjallit. Po mas shumë të që e ka paralajmëruar për rreth Dejjallit është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar shumë për ta. Ka treguar se ku ka me dal, domethënë ka me dal anina ka hana lindore, për vendin tas bahan atje dhe ka tregu se edhe cilësitë e tina i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëna për atyne syve të tij është domethënë sy i verbër. Dhe kjo është shenja dalluese që ka me dallu këta prej Allahut azza wa jalla. Thotë, nëse pështjellët juve ngatrohet çështja e tina, atëherë ajo çështja që është e sigurt se Dejjalli është i verbër, ndërsa Zoti ju nuk është i verbër. Edhe ai ka të shkruar kafara, domethënë që është ju besimtar. E shumë çështet e tjera që ai ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka sqaruar çështje të shumta rreth Dejjallit, rreth Isait alayhis salam dhe nëse dikush vjen dhe thot kuptimi i fjalës Dejjall ose zbritës së Dejjallit nuk është Dejjalli një person i caktuar, po është diçka tjetër, interpretohet çështë tash me teknologji, me mashtrime, e kështu me radhë, atëherë i themi se kjo është e papranueshme, se esenca parimi është se ato tekstet që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa tekstet e Kuranit duhet më kuptuar në atë aspektin literal, në aspektin drejt për drejt, jo në atë aspektin figurativ, metafor ose me në interpretim caktuar në çështje s'ka argument. E këtu ka ardhur bile argumentet e shumta që vërtetojnë që është person i caktuar, që ka me ardhur ose ka me dal para ditës së Kiametit. Këtu janë disa prej rregullave që kanë përcaktuar dietar, ka edhe rregulla të tjera sa i përket aplikimit të teksteve në realitetin objektiv, ai i cili nuk e ka parasysh këtu, atëherë shumë lehtë mundet me deviju
dhe shumë lehtë mund me konë për atyne të cilët, dhe me thonë, ndoshta ky devijim i tina në aplikimin e teksteve mund me shkaktu edhe pasojë të mëdha në realitet, në shoqëri, duke shkaktu gjakderdhe. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.